Horoskopi ditor, 16 nëntor 2025, Dashi sot ecën me 2 hapa, një përpara, një pas. E ndjen që diçka të mban pezull, sikur zemra dhe mendja nuk bien dakord. Kjo hezitje nuk është dobësi, është freni që të ndalon të mos marrësh një vendim që nuk është i jotin. Kur të çlirohet kjo mjegull, dita hapet si dritë e pastër pas shiut, drejt fundit të ditës, energjia kthehet. Zemra ngrohet. Një fjalë e mirë nga dikush që e respekton, një kujtim familjar, një moment i thjeshtë që të prek më shumë se zakonisht. Sot është ditë që s'të kërkon të jesh hero, të kërkon të jesh i sinqert me veten. Edhe njerëzit rreth teje duken më të butë, më të gatshëm të kuptojnë e të bashkëpunojnë. Në shtëpi mund të zbulohet një detaj, një e vërtet dhe vjetër, diçka që ke harruar ose nuk e ke parë ndonjëherë qartë. Dhe kjo të ndihmon të kuptosh më mirë ku je duke shkuar. Dashi nuk shikon prapa për nostalgji, por për të kuptuar çfarë duhet marrë me vete dhe çfarë duhet lënë aty ku ishte. Sot, mos nxitoni. Mos shtyni me forcë. Lëreni ditën t'ju hapet vetë. Në fund do kuptoni se gjithçka ka qenë në favorin tuaj. Demi sot zgjohet me një qetësi të çuditshme, nuk e di me 100 se çfarë do, por e di që duhet të ecë. Dhe kjo mjafton. Nuk ka shpërthime, nuk ka nxitim, ka punë të heshtur, të qëndrueshme, ashtu siç I ka hije Demin. Në orët e para mund të ndjesh pak therrje brenda vetes nëse dikush të merr si të mirëqen. Demi nuk flet shumë, por e ndjen çdo peshë, por dita ndryshon ritëm. Hapet si një portë bashkëpunimi. Njerëzit bëhen më të afrueshëm, më të arsyeshëm, më të gatshëm për të punuar bashkë. Energjia e Jupiterit dhe Saturnit të çon drejt një stabiliteti që të pëlqen, një lloj sigurie që vjen kur sheh se gjërat më në fund po ecin në një drejtim të qartë. Në marrëdhënie, një sinqeritet I vogël, një hap jashtë zakonit mund të bëhet ura që të afron me dikë edhe më shumë. Fjalët që zakonisht I mban për vete, sot ja vlen t'i thuash. Nuk ke nevojë për drama, ke nevojë për mirëkuptim. Dhe sot e gjen, gjithashtu, diçka e vjetër, një projekt I lënë pezull apo një interes I harruar, të troket në mendje. Por këtë radhë e sheh me sy tjetër. Si një objekt I vjetër që merr dritë dhe të bën të kuptosh që ke lënë diçka të vlefshme pas dore. Sot, Demi fiton nga një hap I vogël jashtë zonës së rehatisë. Asgjë ekstreme. Vetëm një zgjerim I lehtë, aq sa të frymojë më lirshëm. Dhe dita të shpërblen. Binjakët sot nisin ditën me duar të zëna dhe kokën plot. Ajo që do të bësh për vetë shtyhet, sepse dikush tjetër ka nevojë për ty nuk është se s'të pëlqen të ndihmosh, thjesht lodhesh kur të tjerët të presin mrekullit nga ty dhe kur sheh se njerëzit përdorin rrugë të tërthorta për t'ia dalë. Situata mund të ngacmojë nervat, por dita nuk mbetet kështu. Kur energjia kthehet në ritmin tënd, ti hapesh. Fjala të rrjedhë dhe pastër, logjika është tek thjellët dhe çdo bisedë duket më e lehtë. Sot e kupton më mirë se kur sa shumë të bashkon me njerëzit ajo që keni të përbashkët, ndërsa dallimet. Ato sot më shumë të argëtojnë se sa të bezdisin. Në planin personal, një tërheqje romantike mund të ndizet papritur, ose një ide krijuese që e ke lënë pezull merr frymë sërish. Ti je në atë pikë kur cila do gjë që bën, e bën me dritë. Me lehtësi. Me personalitet sot, binjaku fiton jo nga shpejtësia, por nga qartësia. Dhe në momentin që e kap këtë ritëm, dita të jep një ngritje që të fuqizon pa shurmë, por me efekt të fortë. Gaforja, në orët e para sot mund të ndihesh pak I pambrojtur, sikur një fjalë e vogël nga dikush të prek më shumë se ç'duhet. Mos ja vër fajin vetes. Ka ditë kur shpirtit I hollohet lëkura dhe ndjeshmëria të del në sipërfaqe. Prandaj, mos prit shumë nga vetja dhe mos e ngarko ditën me kërkesa të panevojshme, por ndërsa dita ecën, gaforja kthehet në formën e vet më të mirë. Fillon të shohësh qartë problemet, t'i ndash copa dhe të gjesh zgjidhja aty ku dje duke ngërç.
Prakticiteti dhe intuita punojnë bashkë, duke ta bërë mendjen më të kthjellët, mund të motivojë një shkëndijë romantike ose një dëshirë e fortë për të përmirësuar diçka në krijimtarinë tënde. Qëndrimi në vend nuk të përmbush më, sot të duhet rritje, lëvizje, frymëzim. Dhe e gjen, ka mundësi të ndihesh sikur po hapet një derë e re për të shprehur. Një ide, një pasion, një rrugë e re që të ndez dëshirën për të ecur përpara. Dhe kjo energji të jep forcë, të jep dritë, të jep shpresë konkrete për atë që do të vijë. Sot gaforja lulëzon kur ndryshon ritmin, kur merr një pushim nga rutina, kur mëson diçka ndryshe. Dhe pikërisht aty ku se pret, dita bëhet fuqizuese. Luani, në mëngjes dita duket sikur ecën me ndërprerje, një hap përpara, një hap pas. Por kur ora lëviz, njerëzit fillojnë të rezonojnë me ty fjalët që ndonjëherë i thua me zjarr, sot pranohen më lehtë, më bull. Dhe kjo të jep motivim, sepse luanit i duhet përgjigjja e botës, qoftë edhe një buzëqeshje e vogël, që t'i ngrohë shpirtin. Harmonia ndërpersonal sot vjen vetë. Nuk ka luftë, nuk ka kokëfortësi përballë teje, ka qetësi, mirëkuptim, një lloj paqeje që të bën të lëshosh shpatat. Dhe, me gjithë se kjo të pëlqen, ti kërkon pak më shumë. Pak thellësi, pak kuptim, pak shenjë se ajo që bën po rritet, po zhvillohet, po merr formë. Intuita jote është thempreth sot. Sa më shumë ti besosh asaj, aq më mirë ecën dita. Kur ti rrezaton siguri dhe pritshmëri pozitive ndaj njerëzve që do, ajo energji të kthehet pas shumë fish. Por edhe një moment introspektimi ka vlerë, një qetësi e vogël që të rikthen fokusin, aktivitetet e thjeshta, argëtuese, relaksuese, sot nuk janë humbje kohe. Janë terapi. Janë ajrim. Janë mënyra për të lënë mënjan stresin dhe për të çliruar trupin e mendjen. Sot, luani shkëlqen jo me forcë, por me qetësi të brendshme. Dhe kjo shkëlqim është më i fuqishëm se çdo gjë tjetër. Virgjëresha, në mëngjes mund të kesh nevojë për një sy të tretë, një opinion të ftohtë, objektiv, që të ndihmon të vendosësh gjërat në vijë. Nuk je në humorin më të qëndrueshëm, prandaj mos u mbështet vetëm te ndjesitë. Kujdesu për trupin, për energjinë, për ritmin tënd. Rezistenca jote është arma kryesore sot, ndërsa dita ecën, toka nën këmbë stabilizohet. Fillon ta ndjesh veten të përqendruar, të kthjellët, të gatshëm të vendosësh rregull aty ku ka çrregull. Mund të kapë dëshira për të organizuar shtëpinë, dokumentet, projektet, apo edhe për të planifikuar diçka të madhe për të ardhmen. Dhe planeta e sotme të japin pikërisht këtë, aftësinë për të menduar qartë. Për të kapur detaje që të tjerët i humbasin, për të krijuar plane që funksionojnë, por nuk mbaron këtu. Dita të jep një energji që të hap dyer. Fiton besim nga dikush, forcon një marrëdhënie, ose sheh një projekt të marrë frymë serioze. Një kontakt, një mesazh, një njohje e re, mund të sjellë mundësi të vlefshme. Është ditë e mirë për ide të mëdha. E për të rritur vetë besimin në shoqëri, në interesat e tua, në studimet apo fushat ku dëshiron të zgjerohesh. Mund të zgjohesh pasioni për një temë që e ke lënë pezull prej kohësh. Sot, virgjëresha nuk shkëlqen me shurm, shkëlqen me plan, me rregull, me qartësi. Dhe kjo të çon larg. Peshorja, hëna që ndalet sot në shenjën tënde të zbutë, të hap, të ndihmon të shprehesh pa shtirje. Ajo që ndjen, del lehtë. Njerëzit rreth teje e kuptojnë fjalën, tonin, energjinë. Projektet, idet, interesat personale, të gjitha marrin pak ngjyrë më shumë. Kur dita ecën, brenda teje ndizet një shtysë e qartë, dëshiron të rritësh diçka. Mund të jetë një punë, një plan financiar, një projekt personal. Dikush mund të vërej përpjekjet e tua, dhuntin, mënyrën si punon. Ti sot e tërheq saktësisht atë lloj njerëzish dhe mundësish që të duhen për të çuar përpara qëllimet, por ka një kusht, duhet të dalësh pak nga zona e rehatisë. Të hedhësh një hap të vogël të parë. Të ndihmosh dik pa pritur shpërblim. Të tregosh pak bujari, pak iniciativë. Pikërisht aty fillon të lëviz fati. Është ditë ideale për ndryshime krijuese, në mënyrën si punon, si mendon, si i organizon gjërat.
Zgjidhjet që gjen sot janë elegante, praktike dhe funksionale. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, marrin frymë me stilin tënd. Kënaqësia sot vjen nga puna që e bën me zemër. Nga qartësia. Nga qëndrimi me këmbë në tokë, por me mendjen të hapur. Dhe kjo të çon drejt një dite ku energjia jote nuk shpërndahet, por shënjestron dhe fiton. Akrepi, në orët e para, ndjeshmëria jote është e mprejtë si thikë. E kap çdo ndryshim të vogël në atmosferë, çdo ritëm që nuk përputhet, çdo detaj që s'të del mirë. Por nuk arrin dot ta gjesh menjëherë burimin e pakënaqësisë, është një përzierje e brendshme, si një ndjesi në stomak që nuk ka emër, mirë po dita ndërrohet. Energjia e diellit hap dritë dhe ti fillon të besosh pak më shumë tek vetja, tek situata, tek të tjerët. Marrëdhëniet zbuten. Njerëzit bëhen më të kapshëm, më të qartë, më të ngrohtë. Dhe në këtë terren të qetë, mundësitë për të zgjeruar mendjen, horizontin, njohuritë, vijnë vetë, mund të rikthehet një ide e vjetër. Një projekt i harruar, një plan që dikur surrealizua. Por tani e sheh me sy tjetër. Me një guxim më të madh për të bërë diçka ndryshe. Sepse sot akrepi ka një dëshirë të fortë të dallohet, të ngrihet mbi rutinën, të zgjedh rrugën e lartë. Kreativiteti rrjedh më lirshëm kur thyen pak zakonin. Kur nuk e ndjek të njëjtin shteg. Dhe pikërisht atëherë, njerëzit fillojnë të të shohin ndryshe, të komplimentojnë, të vlerësojnë, të japin vendin që meriton. Sot, akrepi fiton duke hapur një derë të re, qoftë edhe simbolike. Dhe dita të shpërblen me qartësi, respekt dhe një ndjenjë të pastër fuqizimi. Shigjetari, në fillim të ditës, emocionet nuk duan të binden. Një koment i vogël, një keqkuptim shoqëror, një moment me kohë të gabuar, mund të ngatërojnë më shumë se ç'duhet. Mos i merr për zemër. Janë si re të lehta që kalojnë, jo stuhi, kur dita zbërthehet, ti ngrihesh në formën tënde të vërtetë, i çliruar, i motivuar, i qartë. Mund të marrësh mbështetje nga një vend ku se prisje, një person, një fjalë, një situatë që të hap rrugë. Edhe një gjest i vogël për veten, një kënaqësi personale, të shërben si balsam për shpirtin. Marrëdhëniet e afërta, lidhjet intime, apo thjesht kontakti me vetveten e thellë, sot hapen. Ke mundësi të lidhesh më thellë, të kuptosh më shumë, të shohësh përtej sipërfaqes. Kjo energji të shtyn të përmirësosh jetën personale, të kërkosh më shumë cilësi, më shumë vërtetësi, më shumë rritje, dhe ajo që e kurorëzon ditën është një ndjenjë e pastër mirëqenie që vjen nga planet që bën për të ardhmen. Plane që nuk janë thjesht listë detyrash, por frymëzim. Plane që të ndezin, të japin shpresë, të kthejnë besimin në atë që vjen. Sot, shigjetari gjen drejtim duke gjetur veten. Dhe nga ai çast, gjithçka fillon të ecë. Britsjapi, në orët e para, njerëzit rreth teje duken më të ndjeshëm, më të prekshëm. Një fjalë e keqkuptuar, një ton i gabuar dhe situata mund të ngatërohet shpejt. Nuk është dram, por kërkon kujdes. Ti je natyrë që flet pak dhe bën shumë, prandaj sot duhet t'i kushtosh vëmendje mënyrës si e thua, jo vetëm asaj që thua, ndërsa dita ecën, terreni forcohet. Pasiguria largohet dhe vjen qartësia. E ndjen se diçka po rritet, mund të jetë një marrëdhënie, një projekt, apo një ide që më në fund fillon të marrë formë. Kjo të jep siguri, sepse britsjapi ka nevojë të besojë te diçka konkrete, e qëndrueshme. Ti sot je zemërhapur, i gatshëm të ndihmosh, të dëgjosh, të japësh kohë. Dhe pikërisht kjo sjell afrim. Lidhjet forcohen. Miq, partner, koleg, dikush sot lidhet më shumë me ty. Mund të marrësh një mesazh, një fjalë, ose të kesh një moment bashkimi që të kthen besimin te njerëzit. Megjithatë, je me këmbë në tokë. E di çfarë pret, çfarë duhet dhe çfarë s'mund të marrësh përsipër. Sot është ditë e mirë për të sheshuar dallimet, për t'i dhënë dikujt mirëkuptim, për të bërë paqe aty ku ka pasur tension të vogël, por mbaje mend, nuk je i detyruar të mbash gjithçka mbi supe. Ndaje. Diskuto. Lejo të tjerët të marrin pjesën e tyre. Sot, britsjapi fiton duke bashkëpunuar, jo duke mbajtur barën vetëm.
Dhe dita ta kthen me stabilitet, afrimitet dhe një ndjenjë të qartë ecjeje përpara. Ujori në mëngjes mund të ndihesh i tensionuar, i dashur ujor tamam si një erë që shkon mendimet dhe planet, dhe mund të vijë tundimi të shpjegosh diçka për njerëz që janë të ngushtë në mendim. Por është më mirë të ruash energjinë për ata që e meritojnë vëmendjen tënde. Me kalimin e ditës, situatat fillojnë të qartësohen dhe mund të presësh përparim ose një kthes të favorshme në një projekt. Mund të shfaqen mundësi të reja që të hapin horizonte të papritura. Duke treguar optimizëm, ngrohtësi dhe bujari, ndërkohë që mban këmbët fort në tokë, do të përfitosh maksimalisht nga ndikimet pozitive të diellit sot. Është një ditë për të përmirësuar jetën tënde dhe idetë e reja për biznes apo projekte mund të jenë vërtet të vlefshme dhe me potencial të madh. Qëndro optimist, tregohu bujar dhe i hapur, por mos haro të ruash këmbët në tokë. Një qasje e qetë dhe strategjike sot të ndihmon të maksimizosh përfitimet dhe mundësitë që të vinë, në pak fjalë, qetësi, vëmendje te prioritetet dhe hapje për mundësi të reja. Peshit, në mëngjes mund të ndihesh i shpërqendruar, siç po të rrëshet bota nën këmbë, dhe dëshirat mund të duken të vështira për t'u shprehur. Por dita ecën me ritëm më të qartë dhe qëllimtar, duke të dhënë mundësinë të rifreskohesh dhe të kesh energji për aktivitete që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Edhe detyrat më të zakonshme mund të japin ndjesinë e fuqisë nëse i përballon me një qasje kreative. Një takim me një mik apo një person të dashur mund të ketë fokus sot, ose mund të zbulojë frymëzim për projekte kreative. Energjia pozitive të mbështet në shprehjen e mendimeve, romantikën dhe mësimin. Temat ose aktivitetet që dalin nga rutina të favorizojnë dhe të ndihmojnë të rritësh diçka të vlefshme për ty. Një motivim për të përmirësuar veten dhe për të lënë gjurmë është i pranishëm, ndërsa të tjerët të mbështesin dhe mundësitë për projekte të reja ose zgjerim janë të dukshme. Vetbesimi dhe besimi i sjellin frytet e tyre, duke hapur dyer dhe mundësi të reja për ty.